Martesa e bekuar. Seid bin El Musejeb ka qenë dietar i njohur, i cili diturinë e ka marrë prej Muhamedit a.s. Ai ka pasur një vajzë besimtare dhe me emër, saqë emri i saj për bukuri, nder dhe devotshmëri, besimtare e sinqertë dhe vepruese sipas Kuranit dhe hadithit Muhamedit a.s. është përhapur në të gjitha anët. Kur Hisham bin Abdul Maliku, i cili ishte emiri i besimtarëve, ka dëgjuar për të, dëshiroi ta fejonte për djalin e saj. Ai dërgoi një mësit te babai i saj në qytetin e të dërguarit Allahut a.s. për t'i treguar Seid bin Musejebit se emiri i besimtarëve dëshiron ta fejojë djalin e vet me bien e tij. Seid bin Musejebi thot mësitit: "Tregoj emirit të besimtarëve se refuzoi një gjë të tillë." Mësiti i tha: "Po për çfarë arsye?" Seid bin Musejebi tha: "Sepse emiri i besimtarëve nuk ka biografi të mirë dhe të lavdëruar." Në fillim, mësiti tenton me metodologji dinake duke i thënë: "Si po e refuzon sundimtarin i cili ka famë, emër, reputacion dhe pasuri, apo e refuzon sundimtarin emiri i besimtarëve?" Seid bin Musejebi kundërpërgjigjet: "Pasi që për Allahun e tërë bota nuk ka pesha sa një fletë e mizës." Atëherë sundimtari, emiri i besimtarëve, sa është i rëndë në fletën e asaj mize. Mësiti i thot me kërcënim: "Friksohem për ty se emiri i besimtarëve mund të shkaktojë ndonjë të keqe." Seidi i tha: "Nuk ka dyshim se Allahu i mbron ata të cilët besojnë." Pas kësaj, Seidi ul në xhaminë e të dërguarit Allahut a.s. për të vazhduar ligjëratat e tij. Në mesin e studentëve ka qenë një djalë i pashëm, modest, i quajtur Eba Vedati. Ai kishte munguar në ligjërata 3 ditë. Kur e sheh Seidi që veç kishte ardhur për të vazhduar mësimin, e pyeti: "Ku ishe për 3 ditë o Ebu Veda?" Ebu Veda i tha: "O profesorim, më ka vdekur bashkëshortja, dhe Zoti e pas të mëshiruar. E kam qenë i angazhuar në pritet ngushëllimeve." "Kjo është me vend, por përse nuk na ke lajmëruar që edhe ne të kishim ardhur te ti për ngushëllim?" Ai u përgjigj: "O profesorim, të kam lënë qetë që të vazhdosh këshillimet dhe thirrjen në rrugt të Allahut, ty dhe muslimanët e tjerë, sepse e di se kjo është më e drejtë dhe më prioritare, sesa të isha angazhuar për ngushëllimet e kun." Për këtë mirë kuptim, Seidi e falenderoi dhe pastaj e pyeti: "Po, a je martuar pastaj?" "Jo, profesorim, po përse?" "A nuk e di se Allahu nuk dëshiron që ndonjëri nga ne të rrijë një natë pa grua, sepse nëse një natë flen pa grua, shejtani flen anën e majtë të tij." Ebu Veda i tha: "Po, kush ma jep vajzën mua kur unë në jetën time nuk posedoj më shumë se 3 dirhem?" "Po, unë të martoj," tha Seidi, tregon Vedati. Kur e kam dëgjuar Seidin duke thënë unë, në vetvete mendova se ky shej ka për qëllim të më ndihmoj me pak të holla që ta gjej një bashkëshorte, e cila përshtatet me gjendjen ekonomike timen, sepse unë nuk posedoja pasuri, isha i varfër. Ose ka për qëllim që në ndonjë mënyrë, me autoritetin e tij, do të hulumtoj për të më pejuar me ndonjë vajzë të varfër, e cila do të dëshironte dhe do ta pranonte ofertën. Vazhdon të tregoj Ebu Vedati. Derisa ishim duke falur namaz natë dhe më duke se të gjitha i kisha afër, çka në qiej, melekët, xhenetet e Firdeusit dhe që të gjitha thurnin vargje për mua, e pash Seidin, i cili e drejtoi dorën në drejtimin tim dhe para të pranishmëve në xhaminë të dërguarit Allahut a.s. dhe pasi filloi me Bismillah fjalimin, e lavdëroi Allahun e lartë madhëruar, dërgoi salavate për të dërguarin e Allahut a.s. dhe tha: "Dëshmoj para këtij xhamati musliman se Seid bin Musejeb e marton bien e tij fisnike Filanen me Ebu Vedatin, sipas librit të Allahut dhe sunetit të dërguarit Allahut a.s. me shumë të mehrit 3 dirhem." Pastaj e përfundoi fjalimin duke dërguar salavate për të dërguarin e Allahut a.s. dhe na dëshiroi fat dhe lumturi në jetë. Pastaj u uli nderuari ynë Seid duke na sqaruar kuptimin e hadithit të dërguarit Allahut a.s. Kush martohet me një femër për shkak të pasurisë, atij shtohet varfëria. Kush martohet me një femër për shkaq e bukurie, Allahu do ta përul dhe do ta nënçmojë. Kush martohet me një femër për shkak fisi, ai do të jetë i turpëruar. Kush martohet me një femër për shkak se ajo është fetare, Allahu do ta bekojë atë çift bashkëshortor. Seidi e përfundoi mësimin, u kthye në shtëpi dhe e sheh se bija e tij e lexonte ajetin kuranor të Suretul Bekare, ku Zoti i lartë madhëruar thotë: "Dhe ka prej tyre që thonë: O Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit." Dhe në përfundim të këtij ajeti ndalet dhe e pyet babain e saj: "O baba im, ne e dim se e mira e botës tjetër është xheneti. Po, cila është e mira e kësaj bote?" I thot: "O bia ime, e mira e kësaj bote është bashkëshortja e mirë për bashkëshortin e mirë.
Sot të ka mundësuar Allahu që të martohesh me një bashkëshort të mirë, përgatitur për martesë. Dhe përderisa Ebu Vedati e përgatiste ushqimin për iftarin e ditës që kishte agjëruar, kur dikush troket në derë, Ebu Vedati pyet: "Kush është në derë?" Seidi thot: "Unë jam." Ebu Vedati thot: "Atëherë mendova në vetvete se kush mund të jetë po Seid bin el Musejebit." E hapa derën me paragjykim dhe prita se ndoshta shehu e ka ndryshuar mendjen ose ndoshta e bia e tij ka refuzuar. Mirë po pasi që e hapa derën, kur shoh Seidin me bien e tij fisnike, të veshur me rrobat e nusërisë e shoqëruar me vajzat të tjera, të cilat mbanin në dorë dhurata dhe të mira të Allahut, thotë Ebu Vedati. E pyeta: "Ç'është ajo që të ka shtyrë ta shpejtosh o i nderuari im?" Ai mu përgjigj: "Po, a nuk të kam thënë se Allahu nuk dëshiron që ndonjëri prej nesh të flejë një natë pa gruan e tij, që në anën e majtë e tij të mos flejë shejtani o Ebu Vedat? Kjo është bashkëshortja jote. Zoti të bekoft ty dhe atë." Pastaj Seidi ka shkruar, kurse nusja mbeti në shtëpinë e burrit të saj. Thotë Ebu Vedati: "Unë e kisha vendosur iftarin e përgatitur në tryezë, ku ishte një iftar modest prej fulit, idamit, fasulit, pak gjalp, disa kokra elb dhe një gotë me ujë. E hëngra këtë ushqim me shpejtësi, larg nga nusja, që mos të jetë përshtypje e parë se çfarë ushqimi të pakt kam në shtëpi. Pastaj hipa në kulm të shtëpisë time të tjera: O filan, disa prej fqinjve dolën prej shtëpive të tyre dhe thanë: "Çfarë po kërkon në këtë kohë o Ebu Vedat?" U thash: "Dëshmoj para jush se Seid bin Musejebi e ka martuar bien e tij fisnike për mua. Dhe tani, ajo prej kësaj nate është në shtëpinë e tij. Këtë po a them, se mos të mendojnë ndonjëri keq kur të dëgjoj apo të shoh gruan në shtëpinë time me mua." Disa më thanë mua: "Mos po tallesh me ne o Ebu Vedat." Disa të tjerë thanë: "Ebu Vedati që nga çmendur, o si ta martoj Seid bin Musejebi bien e tij për Ebu Vedatin, kur ka refuzuar të njëjtin bij ta martoj me djalin e mirë të besimtarve." U thash: "Për Zotin, shehu e realizoi premtimin e tij. Dhe tani ajo është tek unë." Fqinjët dërguan gratë e tyre për të vërtetuar çështjen. Kur e pan nusën në shtëpinë time dhe u kthyen te burrat e tyre dhe u përbetuan se bija fisnike e Seidit me të vërtetë është në nuse te Ebu Vedati. Pastaj të gjithë burrat prezantuan në gosti në shtëpinë time dhe gratë filluan të manifestojnë me manifestim islam pas bavitjet e të frim, tregon Ebu Vedati. Pastaj të gjithë shkuan në shtëpitë e tyre duke falënderuar Allahun për mua. Pastaj qëndrova një javë të plot me nusën në shtëpi, thuaja jam në xhenet dhe thuaja se i përjetova kënaqësitë e xhenetit. Pasi kaloi një javë, kërkova leje prej saj të dalë, e ajo më pyeti: "Ku?" I thash: "Të prezantoj në ligjëratën e Seidit." Nusja më tha: "Ulo këtu të ta mësoj diturinë babait tim, Seidit." Kështu shohim se besimtarët dhe besimtaret nuk veprojnë asgjë tjetër, posa atë çka është në kënaqësitë e Allahut dhe të dërguarit të tij fisnik alayhis salam.